grafikun e mandateve dhe këtu të më japim pak formulën për të parë se ku është, sipas dhënave që kemi, çështja e votave, atë që profesori tha që nuk kuptohet, por që unë e kuptoj shumë mirë dhe besoj kam aftësinë t'ia shpjegoj dhe teleshikuesve. Atëre, kemi 5540 vota në këto momente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me 5.000 është stopuar tek bleku, tek ajo me zezë është stopuar, pra te 5.074. Te 5.074 ka prodhuar 6. Deri në këto momente mirë jemi, do me thënë mirë jemi. Mirë është Partia Demokratike me historinë e saj të mandatit 6. Është nga qarqet që ka ruajtur status quo-n. Po pra, po tha që rrezikon që Partia Demokratike të dalit e 5-a. Dhe 5-a është lista e mbyllur aq. Dhe ai që është në i 6-ti në Partinë Demokratike në Durrës, që ne kemi pasur dhe ftuar në studio dhe që në një farë mënyrë ishte edhe një lloj garanti që palët në Durrës socialist, demokrat, socialist mos përplaseshin, ishte pikërisht Arjan Ndoja, kështu e ka emrin Arjan Ndoja me a në fund. Ish prokurori i cili e la, i ka qenë në fazën e dytë të vetingut, e la, u largua dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë e ndërpreu procesin e vlerësimit figurës tij dhe ai u fut politikës. Dhe mua më thanë që ai me gjas mund të dilte i 6-ti, por kur gjithë partia në cilën ti aderon është keq, kështu që për momentin e shohim... Kjo ishte një nga padrejtësitë e këtij kombinimi që u bë sistemet në korrik të vitit kaluar, pikërisht kombinimi me listat e mbyllura edhe me listat e hapura, sepse nuk ju jepte mundësinë të gjithë atyre personave që ishin në listë hapur për të marrë mandatin e tyre për te mandateve që mund të marrë partia. Pra herësi, në një farë mënyrë ishte më i drejtë se sa ky lloj sistemi që u ndodhi, sepse ti të paktën kishe mundësinë të zëvendësojë atë që kishte më pak vota te lista e mbyllur. Ne tani me këtë sistem nuk marrim vesh sa vota kanë këta te lista e mbyllur, dhe nëse partia nuk ka se ke parasysh ishte në një blok në blek, po. Nuk ata nuk votojnë eksakt, nuk ta dim kur, është vërtet. Dhe ti, nëse partia nuk merr një mandat më shumë se sa lista e mbyllur, asnjëri nga lista e hapur nuk ka mundësinë edhe po të ketë marrë një numër votash vlenca për një mandat. Kështu që kjo ishte një nga diskriminimet e këtij sistemi që u vendos. Ju lutem, më rini te Durrësi këtu, mos ma ndroni. Kemi Durrësin atje, po flasim për Durrësin, mos më kaloni te qarku Tiranës. Rim tek Durrësi, atëherë edhe një herë përkthimi shqip i shifrave që profesor Krista Çkume me drejt thotë nuk i kuptojnë shqiptarët, është që në këtë moment diferenca, të paktën në këto të dhëna që kemi, diferenca e Partisë Demokratike për mandatin e saj të 6 që ta ruaj, sepse tek e fundit ruan siç ka qenë 2021 në 466 vota. Pra që Partia Socialiste të marrë mandatin e 9 do t'i duhen 467 vota. E thash mirë më profesor? Me një... Që tjetë me e kuptueshme? Okej. Me një mbledhje po t'ishin bashkë edhe me partitë e tjera, ka 2185, do me thonë, po t'ishin bashkë edhe me partitë e tjera, besoj numri mandateve do ishte maksimizuar. Partitë e tjera nuk e kanë arritur. Por partitë e tjera kanë një gjë, unë e kam menduar dhe nuk kam dashur të flas, e kam diskutuar me Ermalin, por jo publikisht, që nuk mund t'i jeqësh mundësin çdo kujt, ambicien që ka ta provoj veten. Pra çdo kush është i lirë, qoftë Lapaj, qoftë Shejaj, qoftë Qori, janë të lirë ta provojnë. Aritmetikisht ne e dim, Ermali e di në 2002-shin, mos gaboj Ermal, në zgjedhjet presidenciale franceze marrin pjesë deri në 12 kandidat. Duan ta provojnë, marrin pjesë ata që s'kanë ndonjë lidhje, që nuk kanë ndonjë shans dalin kur president. Çdo vit. Në 2002-shin, nga ndan vota e majt, ai që ishte realisht kandidat serioz, Lionel Jospin, kryeministër, u doq, pse se e mori ca një andej, ca një këtej, Jean-Luc Mélenchon, e ca do me thënë pa lidhje me atë gjë, dhe ati u doq karriera politike. Tani, këta do të kishte një lloj keqardhje nëse diferenca midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike do të ishte e ngushtë, por kur diferenca mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është gjigande, pra 83 me 50 sa është në total Partia Demokratike në këto momente, atëherë nuk mund ta bësh me faj, mendoj unë, as Qorin, as Lapajn, nuk është çështje faj. Unë mendoj se nuk është çështje matematike, që ne të mbledhim sa përqind ka njëri dhe ta bashkojmë me përqindjen tjetër. Aritmetik ishte, a priori ishte atë aritmetik. Është edhe matematik, po bashkimi krijon frymë dhe nuk mund të pritej në një farë mënyrë bashkimi me partitë tradicionale, sepse retorika dhe kali betejës që kishin lëvizjet e reja ishte që ne jemi ndryshe nga partitë tradicionale. Unë e kam thënë gjithmonë edhe para zgjedhjeve dhe pas. Do të kishte patur një frymë shumë më të madhe për edhe një formulë që do të funksiononte, pra një algoritëm që do funksiononte
dhe do të prodhonte shumë më tepër mandate, në qoftë se lëvizjet e reja do të ishin bashkuar me njëra tjetrën për t'i krijuar mundësi edhe formulës që të prodhonte më shumë mandate, po për t'i krijuar mundësi edhe votuesve që të kishin një pol të tretë përkundrejt dy partije tradicionale, i cili prodhonte aq mandate sa këto lëvizje të gjitha bashkë të krijonin një peshë të votave në parlamentin shqiptar. Ka diçka në qoftë se mund. A mund të ju kërkoj ndjes se nga që jemi edhe në çështje kështu, ato reklamat i kemi pak të shenjta në këtë periudhë. Kështu që gjithmonë i kemi të shenjta, po sidomos në këtë periudhë. Do të them vetëm një detaj të fundit përpara se të kalojmë një pauzë publicitare dhe rimarrim atë diskutimin, sepse tani do futemi pra nga aspekti teknik, vlerësimi të huajve për zgjedhjet, vlerësimi shqiptare për zgjedhjet e tjerë, do futemi pak tek aspekti më politik, se gjithë kjo diferencë ka një gjë. Vetëm se ka përfunduar, më njofton në redaksia, numërimi i votave në qarkun e Kuksit. Përfundimisht Kuksi ka përfunduar, ma jepni pak Kuksin, ose ku të doni, vetëm ta shohim pak Kuksin. Pra kalojmë nga Durrësi, të cilin po e diskutonim në Kukës, nëse e kemi, nëse nuk e kemi e them, por ajo që thuhet